Ja çfarë i ndodh stomakut tuaj nëse pini kafen esëll. Sipas dietologës, konsumi i kafes me stomakun bosh mund të ndikojë në një sër procesesh të organizmit tuaj dhe të përkeçojë gjithashtu edhe situata të caktuara. Kafeja me konsumin e stomakut bosh mund të rrisë aciditetin e stomakut, të shkaktojë fryrje dhe të shfaqë probleme të gastritit. Kafeja ndihmon në uljen e insulinës dhe stimulon prodhimin e kortizolit, por në stomakun bosh mund të krijojë efekte të kundërta. Vakti i radhës është vënë re se studimet kanë treguar se do të jetë me kalori të ulta, por kafeja me stomakun bosh në shumicën e rasteve do të shkaktojë degradime të shëndetit të stomakut, ndjeshmëri të tillë dhe përkeçimin të situatave të caktuara. Nëse doni që të merrni përfitimet e kafes në stomakun tuaj, sigurohuni që të mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në brishtësinë e tij dhe të shkaktojë gjithashtu probleme të acarimeve.